Është për të diskutuar, pavarësisht se çfarë ndodh në botë, merakulli i të gjithëve është Kosova. Ne aty e kemi merakull më të madh. Në lidhjen e mesme kemi një mini luftë botërore. Lufta në Ukrainë nuk ka mbaruar, duket shumë e gjatë. Dhe pyetja e parë dhe më e rëndësishme është, a rrezikon Kosova? Çfarë po ndodh sot në botë? Si u thatë, vetëm në lidhjen e mesme, por edhe Ukraina është një mini luftë. Mini luftë atje, dhe shumë kollaj që kjo të zgjerohet. Dhe as kërkush nuk është i qetë, nuk është i siguruar çfarë po ndodh, sepse po hym në një epokë shumë interesante do thonja, por tepër të rrezikshme për çdo që jeton planet. Të rrezikshme. Po. Po e nis tash po marrim lindjen e mesme, është një situatë që po përshkallëzohet nga dita në ditë. Mendoshte një konflikt ose një luftë të përfundohet shumë shpejt. Punërësh, punditë, 1, 2, 3, jemi në javën e tretë. Ishte parashikuar ose synohesh të mbaronte shpejt? Shumë shpejt, shumë mendoshte. 3 javë. Vajti 3 javë dhe nuk dihet sa do vazhdoj. E njëjta gjë ndodhi me Ukrainën. Do vazhdoj të mbyllet shpejt. Dhe kjo e thënë edhe në gojën fuqive të mëdha. Është një luftë që do menaxhohet dhe mbaroj shpejt. Lufta kur fillon ka piknisjen, përfundimin është tepër vështirë. Çfarë vallë deri në fund është ajo shpreha? Sepse kështu ndodhi në Irak, kështu ndodhi kudo, domethënë këto luftëra janë nuk dihet koha, nuk dihet afati, dhe pasojat shpeshherë janë të paparashikueshme. Po? Dhe në këtë plan do të thonja që nga një vëmendje madhe në Ukrainë, shkojmë në një vend tjetër që ka krijuar një tension shumë të madh. Kur themi kriza në lindjen e mesme ose situata e luftës në lindjen e mesme, mendojmë që ajo është atje larg. Në fakt e kemi afër. E kemi afër. Shumë bukur. Kjo ndikon te kushdo prej nesh. Nëse ne nuk kuptojmë të mënyrë, ne atëherë jemi disa njerëz i thtar të një paqe të rreme. Jemi në një situatë tepër të vështirë dhe maturia, bashkëpunimi është shumë i rëndësishëm. Sepse pasojat kanë filluar të ndihen. Rrezikojmë ne shqiptarët? Radh parë Kosova dhe pastaj shqiptarët këtu? Domethënë rrezikun do ta shikosh në radh parë te kuleta. Se si e ndjen njerëzit nga pikpamja financiare. Ka filluar? Po, ka filluar. Nafta në Shqipëri, nafta në rajon. E njëjta dy ndodhi në Ukrainë me hekurin, me çmimet, me gjithë ato me radhë. Nuk është çështje që të marrim vetëm në garet, por njerëzit kanë filluar që ta ndjejnë. Kanë filluar ta ndjejnë në Amerikë. Në çdo vend dihet, sepse kemi të bëjmë me një pjesë shumë nevralgjike të ekonomisë botërore. Është shumë e rëndësishme për të bërë kjo. Po bëri mirë as bëri mirë Trump që sulmoi? Tani, ai thotë jemi në fitore. Nuk e dim se ku duket kjo. Jemi afër fundit, përfundimit të luftës. Po 4 javë që thotë afër fundit. Unë mendoj që edhe për të ka qenë pa parashikuar kjo ndërhyrje që nuk do kishte një fund të lehtë, por duket tepër vështirë. I vështirë është vazhdimi dhe i vështirë është dalja nga kjo situatë. Janë vrarë edhe 12 amerikanë tani. Po janë vrarë shumë më tepër civilë të tjerë pastaj. Pastaj janë gati 2000-3000 të vrarë të plagosur. Ashtu. Prandaj gjithë puna është që bota sot është një turbulencë, fuqitë e mëdha ndërkombëtare duke futur këtu edhe Evropën tonë të dashur, po, ende janë të padefinuar dhe në çmas duhet përkrahur kjo luftë ose kjo përpjekje, nuk po i themi luftë, sa mund ndikojë edhe vendet e tjera. Kemi një çarje totale të bllokut të NATO-s, të BE-s edhe të vendeve të veçanta. Po pse edhe brenda BE-s, në fakt brenda NATO-s kemi çarje? Po patjetër, bëri para 2 ditëve thirrje NATO-s. Dhe NATO nuk u përgjigj. Do të midis Amerikës dhe NATO-s. Po, bëri thirrje që ju dhe Evropa tha domethënë që të përfshiheni. Ky nuk është problemi i NATO-s. Kjo është një temë shumë e diskutuar. Po unë se kuptova këtë. Kujt ja bën thirrje se NATO Amerika është? Por në fillim fare presidenti Trump mendoi që do bëhet vetëm te operacion, ashtu siç ndodhi në Venezuelë. Po.
po ishte një operacion me shumë panjora. Kemi të parasysh që kemi të bëjmë me një vend, me një sipërfaqe shtrirje territoriale të jashtëzakonshme, me një popullsi më e madhe në rajon. Gati 100 milion. 100 milion. Natyrisht është një regjim diktatorial e tjera, gjitha këtu me radhë, por nga ana tjetër ka aftësi dhe mbrojtëse dhe nuk ishte një kafshat kaq e lehtë sa mendoshte. Prandaj ky operacion individual do thonja, i pa konsultuar me kongresin e tij me radhë, po jep disa pasojë jo të mira. Gjithsesi, kjo është një këmban alarmi për gjitha vendet e Evropës. Tash vjen te Kosova, është një situatë e tensionuar, sepse kemi të bëjmë me shumë faktor. Kemi të bëjmë me Kinën, kemi të bëjmë me Rusinë, kemi të bëjmë me Beogradin. Nëse keni parasysh para disa ditësh Vučić mori disa raketa me tendencë sulmi dhe nga do sulmohet Beogradi. Do sulmohet Serbia, tha, nga Kroacia, Shqipëria dhe Kosova. Shqipëria dhe Kosova edhe Kroacia kanë bërë një pakt, marrëveshje të përbashkëta ushtarake, zhvillimore, për paqë, për mbrojtje, për dënë eksperiencën e një tjetrit. Jo, problemi është nga të tre këto, as shqiptarët e Kosovës, as të Shqipërisë, as kroatët nuk e kanë kapërcyer ndonjëherë kufirin e tyre. Absolutisht. Edhe kur rizi mbrapa i Serbisë është i mbrojtur komplet, nuk e sulmon as Kina as Rusia, dhe është një ekuacion me shumë të papritura. Domthonjë zhvendosja e vëmendjes në disa pikat nxehta të klubit, nuk është çudi që në moment paqe relative të krijohen situata të pakëndshme në Kosovë. Po Shqipëria me kampin Manz të mujahedinëve, opozita e Iranit, rrezikon? Tani thashun kushdo është i rrezikuar në këtë. Domthonjë çdo gjë bën vaki, por unë nuk mendoj. Jo, e di pse them këtë, sepse ish drejtori i përgjithshëm i policisë Gledis Nano, në të njëjtin vend që jeni ju, tha që kanë qenë disa atentate të organizuara ndaj tyre, jo në kamp, po në për rrugët e Shqipërisë, dhe ne i kemi eliminuar, domethënë i kemi ndalur ato atentate. Unë uroj që ne mos jemi në radarin e tyre, pastaj domethënë është çështje kalkulimesh e tjera me radhë, por unë nuk mendoj që ne rrezikohemi. Dhe kështu në ana kibernetike i kanë futur sa sulme ata Shqipërisë. Ne u mësuam. Dhe ai që vdiq, që u vra, Ali Khamenei ka bërë kërcënim Shqipërisë. Në mënyrë absolute. Prandaj po them që ne duhet të jemi të vëmendshëm, duhet të jemi të kujdesshëm në çdo që themi që bëjmë, por në asnjë mënyrë mos mendojmë që ne jemi jashtë krizës. Nuk jemi jashtë krizës, sepse në radhë parë fillon kriza ekonomike e tjera me radhë. Varet çfarë përshkallëzimi do marrë situata atje dhe urojmë që të gjendet një zgjidhje, të gjendet një bashkëpunim e tjera me radhë që kjo situatë mos të eskaloj në atë vend atje. Okej, do kemi disa fotografi, zoti ambasador, për t'i komentuar dhe për ta përzgjedhur bisedën. Tani, kjo është një foto që unë e pëlqej shumë, është mbledhja e dy qeverive, të Kosovës dhe të Shqipërisë. Atje në fund fare me flokë të bardha është ambasadori i Shqipërisë Qemal Minxhozi dhe dy qeverit, këtej e zotit Rama, këtej e zotit Kurti. E para njerë, mund të tregoni një detaj si u organizua, si u bë, se kjo është mbledhja e radhës që dy qeverive në Elbasan. Nga viti 14 deri në vitin 22 janë bërë në mënyrë të vazhdueshme mbledhjet midis dy qeverive të alternuara. Në fillim fare u bën në Prizren dhe pastaj në qytete ndryshme të Kosovës dhe të Shqipërisë. Shumë është folur për këto mbledhje, për efektin e tyre, disa i kanë quajtur parada, disa i kanë quajtur të sipërfaqshme. Unë do thoya që kanë pas efekt. Ka pas efekte? Sa mbledhje janë bërë gjithsej? Janë bërë gjithsej 10 mbledhje, mos gabohet. 10 mbledhje. 10 mbledhje dhe secila prej tyre ka prodhuar diçka.